Përmbytjet e fundit kanë ekspozuar sërish nivelin minimal të sigurimit të banesave dhe pronave nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri, duke lënë barrën financiare kryesisht mbi familjet dhe buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2025, primet e shkruara bruto për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës arritën në 2.43 miliard lek, ose rreth 25.1 milion euro. Kjo përkthehet në një prim mesatar prej afërsisht 10 eurosh në vit për person, një nivel shumë i ulët krahasuar me rrezikun real nga tërmetet dhe përmbytjet. Duke ju referuar të dhënave të censit 2023, vlerësohet se vetëm rreth 5% e banesave në vend janë të siguruara. Më shumë se 90% e primeve janë të përqendruara në qarkun e Tiranës, ndërsa pjesa më e madhe e territorit mbetet praktikisht e pambuluar. Në praktik, edhe pse sigurimi pronës është vullnetar, shumica e kontratave lidhen me kredit bankare, ku sigurimi kërkohet si kusht për pronat e vendosura si kolateral. Për vitin 2025, shoqëritë e sigurimit paguan rreth 484 milion lek dëm shpërblime për zjarre dhe fatkeqësi natyrore, çka tregon se pjesa dërmuese e dëmeve mbulohet nga vetë qytetarët ose nga fondet publike.